Krishtinja vëllezër e motra nafton të marrin pjesë në thirrjet e engjëjve, për të lavdëruar dhe bashkë me ta, lavdi Perëndis në më të lartat edhe mbi dhënë paqe edhe mbi njerëzit mirëdashje. Por lajmërimi i lindjes së Krishtit nuk u bën në të njëjtën mënyrë për të gjithë. Të branjtë e përulur erdhën në një angjëll, sepse zemra e tyre ishte përulur dhe e hapur. Dietarët e lindjes që ishin atje në kërkim, ja dhanë një yll dhe e përsëriti një angjëll për t'u udhëhequr. Kurse për disa të tjerë kjo ishte një gënjeshtër dinake. Lajmi nuk u soll me gëzim, por frikë, errësirë dhe refuzim. Dhe deshen ta vrasin foshtin e porsalindur. Ngjarja ofrohet të gjithëve, por je fryt vetëm tek ne dhe ato që kanë dëshirë dhe praulësi për të njohur. Erdhi tek të cilët vërsuan me të vërtetë. Të dashur vëllezër e motra, duhet të shpallim me gëzim këtë lajm të mirë dhe të dëshmojmë me zell, dhe duke mos u lodhur, por se tashti Perëndia banon në ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo krishteri të përhap dhe të bashkëndajë këtë dritë në të gjithë botën, sepse vetëm duke ndarë këtë me të tjerët, drita mund të ruhet dhe mund të rritet çdo ditë. Bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është e nevojshme se një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme. Kthehet në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë. Për të fësuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive, të përjetojmë me thellë dashurinë, madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë dhe çdo ligësi dhe duke mbushur atë me dashuri, praulësi ndaj të gjithë njerëzve. Zoti identifikon veten e tij me njerëzit në nevojë duke thënë: sa pa ata uri, erdhet dhe me dhat ta, pa ata etje, erdhet dhe me dhat të pi. Po ju isha dhe me morët brenda. Vetëm duke bërë këto gjëra mund të ecim përpara me dashurinë e Zotit tonë Jezu Krisht. Krishtinja do të ketë kuptimin e vërtetë dhe diçka do të ndriçohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar krishtinët për shumë vjet, Johani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ja Krishti lind, lavdërojeni vëllezër motra, në këtë moment vigjiljet e festës së lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht. Uroj me gjithë zemër që gjithë besimtarët ortodoks të Shkodrës së Mëxher dhe vëllezërit e mi besimtarët e komunitetit katolik gëzuar për shumë vjet lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Le të jetë për ne, për qytetin, një shpresë e madhe kjo lindje.